Me rastin e pensionimit të tij, profesori I muzikës Florim Zulfi organizoi një aktivitet të veçantë kulturor dhe artistik, ku përveç përmbylljes së karrierës së tij shumëvjeçare në arsim, promovoi dhe librin e tij me titull Verzioni im. Ky aktivitet u shndrua në një moment emocionesh, mirënjohje dhe vlerësimi për kontributin që ai ka dhënë ndër vite si mësimdhënës I lëndës së muzikës në shkollën fillore komunale Dituria në Likov. Fjalët e tij si hyje që s'do të shuhen kur. Florim, Florim. Të nderuar të gjithë të pranishëm, zonja dhe zotrinj, të dashur mysafir, të nderuar mësimdhënës, artëdashës, prindër dhe ju të dashur nxënës. Mirë se keni ardhur në këtë ngjarje kulturore me rastin e pensionimit dhe të promovimit të librit të muzikës të profesorit të muzikës Florim Zulfiu. Të nderuar të gjithë të pranishëm, më lejoni që të ftoj të parin e institucionit për një fjalë rasti dhe përshëndetëse, drejtorin e shkollës fillore komunale Likov, zotri Gazmen Ganiu, të merr fjalën. Urdhroni nderuar. Mirëdita për të gjithë. Fillimisht ju dëshiroj mirëseardhje. Së pari përshëndes nxënësit, sepse pa ekzistimin e nxënësve kjo shkollë nuk do të funksionojë. Gjithashtu kolegët e mi, kolegët e arsimtarit Florim, ish të punësuarit, pensionistët që kanë qenë këtu, veteranët e arsimit, prindërit gjithë. Vlen të përmendet një fakt, unë kur isha, domethënë mësuesi Florim, kur filloj të punoj, unë isha nxënës I klasës 8. Dhe kam pak emocione sepse fillimi I tij si arsimtar në këtë tempull të dijes filloi pikërisht me mua. Dhe mbarimi I tij, dalja e tij, shkuarja e tij në pension më jep një emocion të veçantë, sepse unë jam drejtor në këtë shkollë dhe unë duhet ta përcjell për në pension. Domethënë dy arsye janë që jemi mbledhur sot këtu. Botimi një librit të tij I cili na I lën si trashëgimi për punën e tij të suksesshme në këtë tempull, dhe e dyta është pensionimi I tij. Shpresoj dhe besoj sepse mësuesi Florim ka qenë aktiv dhe do të jetë aktiv, sepse me pensionimin nuk do të thotë që një arsimtar I vërtet do t'i ndaloj veprimet e tij drejtuar një institucioni, por ne do të jetë I mirëseardhur gjithmonë edhe aktiviteti I tij. Dhe për në fund ju dëshiroj çaste të këndshme në këtë manifestim. Faleminderit. Të nderuar të gjithë të pranishëm, ne përveç se sot jemi mbledhur për të përcjellur në pension pra profesorin e nderuar të muzikës dhe për të promovuar njëkohësisht edhe librin e tij, do të lexojmë një biografi ndër vite me krijimtarinë e tij në art dhe në kulturë. Biografia e profesorit të muzikës Florim Zulfiu lindi më 10 maj vitin 1962 në Likov, ku hodhi edhe hapat e parë të jetës dhe të arsimimit. Shkollën fillore e kreu në shkollën fillore komunale Dituria në vendlindje, ndërsa arsimin e mesëm në gjimnazin Goce Dëlqev në Kumanov gjatë viteve 1976-1980. Dashuria për muzikën dhe arsimin e hodhi drejt studimeve në shkollimin e lartë, pra në shkollën e lartë pedagogjike Shën Klimenti I Ohrit në Shkup, në drejtimin e edukimit muzikor vitin 1981-1985. Mëtej ai vazhdoi ngritjen profesionale me studime në Universitetin e Tetovës viti 2006-2008. Dhe përmbylli formimin akademik me studimet postdiplomike në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi në Shkup, ku fitoi titullin magjister I shkencave pedagogjike didaktike viti 2009-2012. Karrierën e tij profesionale e filloi në vitin 1987 si mësues I muzikës në shkollën fillore komunale Dituria në Likov. Pas një ndërprerje dhe shkëputje për shkak të mërgimit vitet 1990-1996, ku vazhdoi të kontribuoj në ruajtjen dhe kultivimin e kulturës shqiptare përmes aktiviteteve muzikore me fëmijët e mërgjimtarëve. Ai u rikthye në vendlindje dhe I përkushtohet arsimit deri në pension, deri në ditën e sotme.
Për më shumë se 3 dekada, profesor Zulfiu ishte një figurë kyçe në edukimin muzikor, duke shërbyer jo vetëm si mësues, por edhe si dirigjenti korit dhe orkestrave shkollore. Në drejtimin e tij, nxënësit arritën suksese shumë të larta, duke fituar vende të para në garat rajonale dhe shtetërore. Me kore dhe me orkestër të ndryshëm, përfshirë orkestrat e mandolinave dhe orfin muzikor. Ai është i njohur për aftësitë e tij krijuesi si orkestrues dhe punën e tij puna e tij është vlerësuar me komision profesional si ndër më të mirët në garat shtetërore republikane. Gjithashtu ai ka dhënë një kontribut të çmuar si autor i muzikës për këngë të ndryshme të estradës për fëmijët, të prezantuara në festivalet kombëtare dhe ndërkombëtare. Nga viti 2010 deri në vitin 2026, ai udhëheqi me përkushtim korin komunal Ziadin Ismaili në Likov, duke realizuar edhe 3 albume muzikore dhe duke përfaqësuar kulturën tonë në festivale brenda dhe jashtë vendit, përfshirë Kosovën dhe Turqinë në vendet Ankara dhe Çanakkale. Përveç angazhimit të mësimdhënies, profesor Zulfiu ka kontribuar edhe në zhvillimin e arsimit në nivel të më të gjerë. Ai ka qenë edhe nënkryetar dhe kryetar i shoqatës profesionale të mësimdhënësve të muzikës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, autor i teksteve shkollore për lëndën e muzikës për klasën e 6, të 7 dhe të 8. Recenzent tekstesh, mentor i seminareve për mbështetjen të arsimtarëve të rinj. Një dimension i veçantë i punës së tij është angazhimi me terapinë muzikore me fëmijët me nevoja të veçanta, duke dëshmuar përkushtim të thellë, njerëzor dhe profesional, një reflektim të jetë njerëzor. Me një karrierë të pasur, plot arritje dhe kontribute të vlefshme në arsim, kulturë dhe art, profesor Florim Zulfiu largohet në pension duke lënë pas një trashëgimi të çmuar dhe një ndikim të pashlyer tek breza të tërë nxënësish dhe kolegësh. Të nderuar të gjithë të pranishëm, në pjesën e parë për të na folur më gjithësisht rreth këtij botimi, ftoj në skenë recensorin dhe redaktorin e librit, zotri Adem Ymeri, pedagog muzikor, kompozitor dhe drejtues i festivalit ndërkombëtar për fëmijë Ylberi në Shkup. Urdhroni nderuar, fjala për ju. Përshëndetje. Me vëmendje kam dëgjuar biografinë, e pas që mundem me shtu diçka por se di çka shtoj. Të gjitha janë të vërteta. Ne njihemi 15 vite më së pakti dhe kemi nisur me bashkëpunu me Lidhjen e Pedagogëve të Muzikës në Maqedoni shqiptare. Mundem të them që më kanë ndihmuar maksimal, jo vetëm mua, por kanë ndihmuar edhe tanë populli shqiptar për kulturë, për arsim. Pse po them këto? Për arsye se kemi pas sfida. Kemi pas takimet me ministrat që kanë ekzistuar pa lidhje partijake, se ne nuk kemi qenë partijak, ne jemi thjesht artistët, ose arsimtarët, ose profesor. Kemi pas shumë probleme, pastaj të prit 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet, 10 vite, 15 vite, që të aprovohen ato kërkesat e tona për këshilltar shqiptar, në gjuhën shqipe të kemi në Shkup, në Maqedoni. Me nënshkrimet e të gjithëve pedagogëve që kanë qenë në Lidhjen e Pedagogëve Maqedonësit dhe shqiptar, kemi pas nënshkrime dhe kemi pas takime me ministrat, premtime sa doni. Por që ne kemi kryer obligimin tonë, po ato nuk kanë arrit për të kemi një këshilltar shqiptar në Republikën e Maqedonisë. Kjo ka qenë Lidhja e Pedagogëve të Muzikës, si dore e djathtë e kam pas Florim Zulfiun. Për planet e programit. Çdo herë kemi qenë në luftë për planet e programit që të tregojmë që jemi të njëjtit. Palë maqedonas e shqiptar, ne i kemi luftuar për drejtat kulturore dhe arsimore për shqiptar. Edhe vërtet kemi mri me plan programet, por kur ka desht pastaj ne të votojmë librat, çdo herë kemi qenë mashtruar. 90%. E kësaj rrallë nisë ka ndarë do probleme. Kjo është
për lidhjen e pedagogëve të muzikës. Kurse si antar i komisioneve kam qenë shpesh, edhe faktikisht kam pas mundësi që ta notoj magjistrin ton, kolegun ton, dhe shpesh kemi ardhur deri te unanimitetin e notimit për vlerat e Florim Zulfiu, që ka marrë çmimet shpesh në komunale, republikane, edhe si kompozitor e njoh shumë mirë, për arsye se ka konkurruar në festivalet lloj-lloj për fëmijë, veçanërisht te Iberi, çdo herë ka kontribuar për fëmijët e Kumanovës edhe rrethinës, kështu që vetëm ka mbet gjerësisht mos të flas se nuk jam orator i fortë, për librin e përgëzoj dhe apeloj rinia të zëvendëson këto, se vërtet kemi munges librave shkollore edhe librat këto si me thënë autoritative si ky libër. Çka në shpjetimin e librave, veçanërisht këtij librit, unë e hedha në një pajtim me vetën se s'kam pas nevojë shumë të hulumtoj librin. Për arsye se i kam dëgjuar në komision shumë veprat që Florimi i ka ekzekutuar me familjet edhe në këto garat. Kështu që për librin vetëm e di që kam ndihmuar rinisë, arsimtarëve, profesorëve, e gjejnë veten aty se shumë veprat zgjedhura të lehta dhe orkestrimet që i ka bërë janë për ato kushtet e tona. Orkestrat, se sot nuk janë orkestrat për fëmijë, edhe shkollat fillore, shkollat e mesme me të gjitha instrumentet veçanta që vlenë kështu. Janë kushte të tjera, edhe ai ka adaptuar për shkollat fillore, për orkestrat, për të gjithë, veçanërisht zgjedhja e këngëve përveç autor të njohur shqiptar tanë botës, janë edhe veprat e atij personale, të cilat janë vërtet simpatike, janë shumë pranueshme për fëmijët, për moshën e fëmijëve dhe motivet shqiptare popullore ka. Unë e përgëzoj Florimin, faleminderoj për ftesë, ju dëshiroj çastet e bukura. Më lejoni të ftoj para jush pra profesorin e muzikës Florim Zulfiu të merr fjalën. Përshëndetje gjithëve, ju dëshiroj mirëseardhje të gjithëve dhe ju falenderoj nga zemra për zemërsisht që më keni begatuar këtë, më keni nderuar edhe mua, edhe fshatin tim të Likovës, edhe kolektivin tim, edhe nxënësit e mi kaq të bukur që janë këtu, mezi presim me padorim që ta finalizojnë këtë ditë. Këto di muajt e fundit e kam vendosur për librin. Ashtu më kujtua vetiu çka të baj, çka të lanë, çka të diçka më interesante të baj, një koncert më të madh, një kështu, një ashtu, një tubim. Më kujtua thash punë veprat i kam, pse nuk ju shkruaj. Mirë po, kjo ka teknika informatike që janë pak i dobët, edhe më ka një virusje shumë në kompjuter, edhe kisha mundësi me gjetë në orkestrimet i kam bërë dhe i kam qenë komisionit. Ato janë të dokumentuara, mos të une të komisionit janë, po janë të une, po do t'i gjej ma vonë. Dhe pastaj u ula, i dhash vetës premtim, dhe dal nga dal, punojsha, dikun që nuk kisha t'i qëu da shëprin zero me shkruar, po me ndihmën e Zotit, i erdha fundi, ja sot jam para juve me libri, e kam botuar, ajo vlen për drejtorët e shkollës ta kenë si në koleksion si një libër i dikujt, kurse për arsimtarët e muzikës le të jetë udhërrëfies se si punohet me fëmijët. Me fëmijët nëse punon, rezultatet vinë. Unë kam punu dhe kam patur rezultate. Ne këto 3-4 vitet e fundit jemi të angazhuar edhe kolegët e mia ka rezultat. Kështu që unë mendoj se Likova do të shkojë përpjet edhe më shumë, edhe pse me muzikë njohin krejt Maqedonia, po do ta njohin edhe me lëndë tjera me kolegët e mi. Ju përshëndes shumë, ju falenderoj shumë. Nëse kam harruar ti kam pa përshëndet, mos më zgjidhni shumë madhe, kam edhe një shok timin Zvicrës, kolegën Bashkim Halimi i Preshevës, me bashkëshortet që ka ardhur sot na nderoi do thotë. Edhe shokun tim, kolegun tim prej Gurbeti, Keran Ferran, edhe në atë Veselin që i kam kolegë që kemi qenë në për dasma, kur kishpi nevoj për para. Ta s'kemi, kemi bo bja. Faleminderit.
Ku je ti, ku je ti, që më mbush me dituri, që më bën të ndrit, më je buke, më je shtrit, Susim është bujar, fjala e ti e shtretësia, roli ti në këtë jetë, shpirtrat i bën të qetë, Susim është bujar, fjala e ti e shtretësia, roli ti në këtë jetë, shpirtrat i bëjnë të qetë. Jeta e ti është si mrekulli, ndihmon pleqe, ndihmon të rim, kaloj kohën me las në dorë, shpirti i pasi bot, Susim është bujar, fjala e ti e shtretësia, roli ti në këtë jetë, shpirtrat i bëjnë të qetë, Susim është bujar, fjala e ti e shtretësia, roli ti në këtë jetë, shpirtrat i bëjnë të qetë, shpirtrat i bëjnë të qetë, shpirtrat i bëjnë të qetë.